A mund ta imagjinoni të shikoni njeriun që doni më shumë, bashortin, fëmijën apo prindin tuaj, dhe të jeni të bindur se nuk është ai, se është një imitim perfekt, një duplikat. Ky është realiteti i errët i atyre që vuajnë nga sindroma Capgras. Kjo sindrom u përshkrua për herë të parë në vitin 1923 nga psikiatri francez Joseph Capgras, pas rastit të një gruaje që besonte se bashorti i saj ishte zëvendësuar nga një kopje identike. Truri i saj arrinte ta njihte fytyrën, por diçka mungonte: emocioni i lidhjes. Kur truri nuk arrin ta ndjejë dashurinë apo njohjen, ai shpiki një shpjegim për boshllukun. Ky nuk është ai që njeh. Sindroma shfaqet shpesh pas goditjeve në tru, demencës ose skizofrenisë. Pacienti sheh njerëzit e dashur, por nuk u beson. Ata duken identik, por për të janë të huaj. Trajtimi përfshin ilaçe antipsikotike dhe terapi psikologjike. Megjithatë, rikthimi i plot është i vështirë. Kjo sindrom na kujton se truri është jo vetëm organi i mendimit, por edhe i dashurisë. Dhe kur ai dëmtohet, edhe ndjenjat mund të humbasin fytyrën e tyre të vërtetë. Lexoj Hysni Balio.